Miq Prizmos, një nga të fundit e Berishës është momente numërimi, shifet qartë, asnjë nga ato marrëzi që flet ai nuk është se vërtetohet ose që bëhet prezent. Numërimi i votave, Berisha. Kjo kërkesë ka qenë e kandidatëve. PD do i mbështesë. Vota ka vdekur pa hyrë në kuti. Pra ky e ka ditur që do vdes vota. Por ne po mbrojmë ato të kandidatëve. Kanë dëshirë ata dhe ne po themi që rinumërojnë. Pra jemi të qartë që vota pa hyrë në kuti ka vdekur. Ne kemi bërë zgjedhjet kot. Ky është futur kot në zgjedhje dhe sigurisht unë bëj pastaj një postim. Kjo do të thotë, them unë, postimi këtu. Unë e dija që do na rrihnin, por ma kishte qefi vetë. Që sigurisht ti kur e di që do vdes vota, nuk e pse hyn, ose do hysh, po nuk e di se si do dalësh. Kur e di, atëherë pse hyn? Kur ke thënë edhe më tepër që do ta mbrojmë votën e jemi garantët e votës e tjera që e ka bërë sa herësh Rraur, Sali Berisha kështu ka thënë. Po do të thotë edhe kështu, them unë. Sa t'ju kemi ju o të marrë mbas vetes, unë do bëj qef dhe Rama po ashtu. Sepse të flasësh të tilla marrëzira, broçkulla, kuptohet që këto ti besojnë vetëm budallëk të marrë. Por ka dhe një arsye, në fakt është e njëjta arsye. Dhe do më thënë të tretë. Ai thotë kështu. Teorikisht me këtë ka thënë kështu. Unë, Rama, ne të gjithë ekzistojmë se jeni ju o budallëk. Më kuptoni miqtë e mi? Kur flitet kështu, një shoqëri që presupozon të jetë demokratike, një vend që në fundit njerëzit nuk janë pa shkollë, kanë bërë një shkollë. Të mirë të keqe një shkollë e kanë, një zhvillim kulturor e kanë. Dhe ju thua, do futemi në zgjedhje, ne do mbrojmë votën, kjo është alternativa jonë. Dhe pastaj thua, vota ka vdekur pa hyrë në kuti, do më thënë ti presupozon dhe di, ke studiuar, se ke mas vetes budallëk. Ignorantë të cilët vazhdojnë të ndjekin për vite, dekadat të rënë radhë. Kjo është një nga apoteozat më të tmerrshme, më të jashtëzakonshme që i ka ndodhur këtij populli, po themi, me gjuhën e popullit ose kësaj shoqërie më mirë me gjuhën time. Sa tjetë ky njeri edhe t'jenë këta njerëz që përdojnë këtë njeri, me të vërtetë është vota e vdekur. Nuk ka kuptim më kjo votë. Kjo ju bën mirë vetëm këtij në përgjithësi, po dhe gjithë të tjerëve të cilët shfrytëzojnë këtë në të gjitha rastet, si për të ndenjur pushtet, si për të thënë që shiko kush e keqja. Kjo është sistemi i referimit. Shikoni Sali Berishën, edhe sigurisht pastaj të gjithë tjerët mendojnë se çfarë do të jetë. Në këtë moment, në këtë lloj forme, me të vërtetë vota është e vdekur, nuk ka kuptim më. Për këtë njeri, me të vërtetë ka vdekur vota. Është më mirë të kthesh diktaturën se sa të merresh me marrëzit dhe idiotizmat e këtij njeriu. Në këtë moment është një dyshim i jashtëzakonshëm. Është një katastrofë e jashtëzakonshme, sepse kemi zëvendësuar Ramiz Alin me këtë burrin këtu, me këtë të jashtëzakonshme. Me këtë njeri i cili transformon çdo gjë në mënyrë të shëmtuar. E sidomos transformimi më të madh ndodh atje ke vota, por për këtë ka gjithmonë nevojë për budallëk. Edhe në Shqipëri me sa duket i gjen me shumicë. Dakord miqtë e mi? Miqtë Prizmës. Sot kisha dëshirë të marr në analizë 3 deputet, 3 njerëz të politikës shqiptare të ndryshëm nga njëri tjetri, por sigurisht që kanë aftësinë të elaborojnë, të thonë fjalë. Edhe nuk është se po i marr në analizë për t'i kritikuar, thjesht duhet të demonstroj atë që sa e thellë është një krizë në opozitën shqiptare dhe sa në pengesë të madhe të krijimit kësaj gjëje të mrekullueshme që quhet alternativë politike është Shqipëria. Është në vështirësi të jashtëzakonshme dhe kjo vështirësi vjen vetëm nga një familje, nga familja Berisha. Asgjë tjetër në botë. Të gjithë të tjerët janë të rregullueshëm. Kjo familje në vërtetë është e pandrejshme, e pa rregullueshme. Ajo është që
që i bën keq, jo vetëm pluralizmit, lirisë shqiptarëve, demokracisë në përgjithësi, po dhe shtetit dhe vendit. Po i drejtohet Muslim Murrizi, ju e dini për drejtën që ka. Sigurisht ka natyrën e vetë, mënyrën e vetë të folurit, shan, në Shkodër thonë trun, vërtet, vluret, por midis kësaj lloj forme të cila sigurisht mund edhe të kritikohet, ka ca të vërteta mbrapa. Edhe këto të vërtetat mbrapa duhen marrë në analizë. Me gjithë ato fjalë që thotë, edhe njëkohësisht një tjetër të vërtet madhe, e cila është edhe padrejshmëria e këtij njeriu. Ose sistemi në përgjithësi nuk ka çfarë bën më. Shikoni çfarë thotë. I drejtohet Sali Berishës, në fakt. I thotë shpërthen titulli. Muslim Murrizi, doktor, skuthët, servilet, vemjet, fondrinat dhe idiotët që të lëpin të bëjnë pis. Për të s'ka nevojë për këta idiot e debila. Janë fjalët e tij, janë plotësisht fjalët e tij. Kështu thotë ai, kështu shkruan dhe kështu thotë. Edhe me sa duket nuk ka një problem për ta thënë. Ai e ka fjalën që sigurisht humbja është edhe pjesë e Partisë Demokratike, nuk është pjesë andej që thotë Sali Berisha. Ata kanë vepruar keq, kanë humbur. Gjithë ata që i ke vendosur edhe që janë servilosur, nëse kanë humbur një votë, ata që duheshin punonin, që nga zgjedhjet 2009, 2013 ose 2019 ose 2021 që duhet largohen, ti nuk mundin bashkë këtë lloj servila se i kanë bërë keq Partisë Demokratike. Dhe kjo është njëra pjesë. Edhe këtu ka drejt Muslim Murrizi. Kështu janë në të vërtetë. Po që t'jen këta kështu, tash këtë nuk e shpjegon Murrizi. Kush është njeriu që thith, është magneti që i thith ta dhe njerëzit i mban rrotën. Është pikërisht Sali Berisha, nuk është faji i tyre. Nëse regjimi edhe ky e di vetëm për antikomunist madh. Kishte ashtu servilesh, ashtu spionësh, ashtu debilash, që thotë ky, vemjesh, skuthësh, i kishte se ishte Enver Hoxha sipër. Ishin këta, i donin që të përdeleshin, donin që të thoshe e ke mirë. Edhe përgjithësi e kanë zakonet e shqiptarët. Nuk është vetëm regjim që ka të bëjë me ideologjinë, është natyra. Natyra jonë, natyra folklorike jonë. Kështu kanë qenë agallarët, bejlerët, kështu kanë qenë njerëzit me lloj pushteti, donin që rreth e përqar këtyre të ishin njerëz që nuk ja prisnin. Pa ndruar këtë njeriu, pa ndruar këtë filozofi, si mund t'i akuzosh këta? Në këtë drejtim, ai ka të drejtë duke mos pasur të drejtë, krejtësisht duke mos pasur të drejtë. Ai drejtohet njeriu pikërisht njeriu të gabuar, duke e ditur që ai është njeriu numër 1 i gabuar. Ai që i ka qef pikërisht këta lloj vemjesh, këta lloj servilesh, këta lloj derbederësh, po i shtoj unë, këto lloj skuthash. I ka qef Sali Berisha, nuk jeton dot pa ato. I ka qef familja e tij, si dhe rreth e përqark familjes tij. Mos kujtoni se Flamur Noka për shembull ose Vokshi janë thjesht ke Sali Berisha. Ata i shërbejnë familjes Sali Berishës. I shërbejnë pikërisht kauzës Sali Berishës, por sillen për rreth Shkëlzenit, Argitës, atij me Kapelën Republike, Dhëndrit, Liri Berishës, e din për familje hujnore, familje e cila ka lindur për të drejtuar Shqipërinë, familje e tillë, këta tipat. E në të vërtet, ata janë sepse është Sali Berisha, ndryshe nuk do kishte vemje, nëse do kishte një njeri normal, sepse vemjeve, ky njeriu normal do t'i kishte largohu larg te skuthave, do t'i kishte kuptuar janë çdo këto ti. Largohu përmet, servilave, do t'i kishte thënë largohu, pa i do. Në thelb, Muslim Murrizi e ka gabim, bile nuk e ka gabim tani, e ka faj. Ai po shan ata që nuk duhen shar. Ata kanë vepruar siç do Sali Berisha. Siç do Sali Berisha, kanë vepruar ashtu si kundër ai i do. Dhe Sali Berisha nuk do të fitojë, do të humbë. Do thjesht partinë e familjes tij. Muslim Murrizi ka gabim. Ai nuk ka të bëjë me vemje, me skutha, me servile dhe me idiot. Jo, ka të bëjë me një njeri i cili i do këto. Një parti i do të përjetshëm aty. Do që të veprojnë dhe ta sendërzojnë partinë e tij. Kështu është partia e tij sepse kështu e do Sali Berisha.
Mishti Mburizi ka të drejtë për drejtën, për kësaj radhe sigurisht i drejtohet në ajër. Po e akuzon kot ato dhe njerëzis, sepse pikërisht ato njerëz kërkon kryetari i tij i partisë. Dakord? Kam një element tjetër shumë interesant, i cili sigurisht po dalin këtu festimet e Partisë Socialiste, është një grua që i afrohet Edi Rama, i thot, hajde të puth. Nuk e kanë lënë këtë metodë. S'ka që gjë të keqe edhe po ta puthin kryetarin e partisë, po nuk e se kështu formohen ato servilat. Ato idiotët që tonë. Në qoftë se ti u t'je pranosh këta, të bëjnë kështu, ta shtohen rreth teje. Hajde të puth, mret, keni vure edhe në Kosovë kështu bëjnë mbreti jonë, kryeministri. Mret nesha jonë, presidentes. Edhe këtu ne kanë mbetur 2-3 idiotë që thot Mr. Murrizi që vazhdojnë të thonë o njeri mbi natyrshëm Sali Berishës. Në qoftë se këtë e pranon edhe Edi Rama, edhe ai po të njëjtën mënyrë ai do derisa e pranon. Këtu tash kam një batutë mrekullueshme të këtij filozofit, ideologut, filozofit Partisë Demokratike, Flamunokës. Edi Rama ka fituar thjesht është më i fuqishëm se Ramiz Alia. Flamunoka vërteton pikërisht atë, që Ramiz Alia është krijuesi edhe katapultuesi i Partisë Demokratike. Jo se është më i fortë Edi Rama. Po Edi Rama nuk është Partia Demokratike. Donte të ishte, po s'është. Kryetari i Partisë Socialiste. Ramiz Alia katapultoi, donte të formonte pluralizmin dhe të çojë kryetarin e Flamunokës të drejtonte demokratët, ose Sali Berisha. Flamunoka i ngatron pak, po nuk është faji i tij që i ngatron. Kështu është i mbrojtur ky njeri. Kujton se kanë ngjashmëri Ramiz Alia me Edi Rama. Sigurisht, ai kishte Partinë Komuniste, edhe ishte një komunist, kurse Edi Rama është vërtet që ka partinë që ka trashëguar, partia, po atë ka trashëguar dhe Partia Demokratike, por nuk është një komunist. Ai fiton se nuk është komunist. Kurse ai ka humbur se ishte një komunist që donte një komunist tjetër në krye të partisë dhe sigurisht që da fitoren edhe quhet Sali Berisha. Kjo është arsyeja, jo kjo që thotë ky burri inteligjent edhe shumë ideolog i madh i Partisë Demokratike. Është një shkrim tjetër që thotë kështu, kur opozita bërtet për trena fantazëm, ndërsa kullat rriten në heshtje. Trena fantazëm, do të thonë, normalisht është e drejtë, ato marrëzirat që nxjerr Sali Berisha dhe që duan të vërtetohen aty te rikontrolli që po bëhet, as mund të vërtetojnë dot një tren fantazëm i cili duhet përsëritet shumë herë, domethënë në atë pikë duhet përsëritet 100 herë që të bëj diferencën. Të marrësh një fletë ta nxjerrësh jashtë, kur ajo fletë do për llogaritet aty dhe që sigurisht ka një numër, ka një pjesë identifikuese. Janë marrëzirat e Sali Berishës, që edhe ja ofrojnë t'i thotë si marrëzira, po njëkohësisht edhe i thotë vetë i shpik si marrëzira. Nëse është një marrëzie e cila sigurisht ai di t'i thotë këtë punë. Tjetra që doja të thoja është Agron Sheja, i cili sigurisht ka 2 elementë për të thënë. Pretendimi, thotë absurdi PD-s për mandatin e 14-ën, po bëhen kontrolle dhe Agron Sheja thotë sigurisht kanë dalë një 7 vota më tepër për Partinë Demokratike, edhe na kishin hequr ne disa vota. Po qëndroj thot bashkë me këto njerëzit e mi, po qëndroj në kontroll të këtyre votave sepse nuk i dihet. Ata është e vështirë thot të rregullojnë këto 1500 vota, por që kanë përpara unë për të marrë mandatin e 14 Partia Demokratike nuk mund ta bëjnë dot. E kuptoni? Kanë marrë 2 mandate, duan Partia Demokratike do t'i heqë një mandat Partisë Mundësia të Agron Shehej. Dhe për këto duhet të rekuperojnë, na kanë marrë votat. Ndërkohë i dalin tepër 70 vota. Tregojnë që kanë manipuluar, kanë vjedhur edhe të tjerët edhe veten. Do të flas më vonë që Partia Demokratike vjedh edhe veten, kanë marrë votat e njëri tjetrit, i kanë shpërndarë si duan ato. Dhe kjo po vërtetohet. Mirë që vërtetohen vjedhjet e tjera, po vërtetohet që kanë vjedhur veten. Tash Agron Shehej rrin në kontrollin se mos i bëjnë hile, thotë kam sjell aty disa dje me disa vajza që kemi punuar dhe unë vetë. Dhe rrim 24 orë për të parë, sepse nuk është se dyshojmë, po më mirë t'jemi. Mirë po, kjo tregon atë që as kërkush nuk dyshon më se kanë bërë gjë me vjedhjet, s'kanë bërë asgjë gjë. Fitoria është e plot,
Partisë Socialiste, sepse sigurisht kaq zullumqar është leadershipi i Partisë Demokratike, zullumqare vetë si parti, kaq e përçar është dhe kaq jo alternativë politike sa pjesa më e madhe e njerëzve. Sigurisht Partia Socialiste i ka votat e vete dhe fuqinë e vet elektorale, s'mund t'ja heqësh. Kanë shkuar aty e kanë votuar. Tjerët as kanë luajtur, si t'ju them tash, me nderjush, me neren për të shkuar të votuar Sali Berishën, se nuk mund të votojnë njerëz të cilët janë në pasiguri të sigurt në të ardhmen. Në këtë drejtim ta Agron Sheja thotë po ruaj thotë votat se mos mi vjedhin. Pavarësisht se edhe këtë besoj e thotë kot, sepse as kërkush nuk do t'ia vjedhë votat. Edhe kjo është e qartë ma tani. Tjetra që desha të them për Agron Sheja është kjo. Ai ka bërë një propozim që opozita të bashkohet edhe të zgjedhë një kandidat për zgjedhjet vendore për Tiranë. Edhe i thotë edhe Partisë Demokratike të zgjedhin bile vetë afrua në një farë mënyrë, thotë duhet bashkohemi për zgjedhur një teknokrat ose teknik, sepse kështu të bashkuar mbase fitojmë zgjedhjet e Tiranës dhe sepse pretendon që një burg kryetari i Bashkisë Tiranës do bëhen zgjedhje. Edi Rama diku do të çojë dhe do bëhen zgjedhje. Në këtë mes, Agron Sheja në parim duket sikur ka drejt, por te ky njësesi Myslim Murrizi nuk ka një drejt madhe. Ai harron që Sali Berisha nuk ndryshon, e para punës do kandidatin e tij, të besuarin e familjes tij, dhe e dyta punës nuk mund t'i mbledhë të gjithë. Sepse nuk mund ndodhë kjo që thot Agron Sheja, për vetë faktin e ekzistencës edhe mentalitetit që ka Sali Berisha. Nuk mund të ndodhë, se i ka gabim. I ka gabim se e para, Sali Berisha në vend që ta mblidhe e përçau opozitën. E dyta, ka sejmenet e tij. E treta, nuk ka mundësi që të bashkohet filozofikisht edhe politikisht. As Agron Sheja as tjerët që janë opozitë për të zgjedhur një kandidat i cili nuk është i besuar dhe nuk është jo vetëm i besuar, edhe besnik i Sali Berishës edhe i familjes tij, por i asaj Partie Demokratike filozofikisht i modelit Sali Berisha. Në këtë pikë edhe Agron Sheja është në gabim, njësoj si Myslim Murrizi. Ka iluzione, ka ëndra të kota, ose flet në parim duke qenë i bindur, dhe po kjo nuk është e ndershme, duke qenë i bindur për të kundërtën. Ai e di shumë mirë që nuk mund të bëjnë asgjë me Sali Berishën, asgjë. Nuk mund të bashkohen, as nuk mund të fitojnë, i kanë humbjet e sigurta. Mirë po, me sa duket këshuja do të bëjë të gjithë përfshirëshin ose bashkuesin e një opozite në zgjedhjet vendore. Për të marrë Tiranën thotë edhe për t'i dhënë një shembull Shqipërisë se si administrohet Tirana. Imagjino tash Agron Sheja do t'i japë një shembull të administrimit Tiranës me Sali Berishën. Kuptoni? Dhe dini mirë boll se çfarë bëri Sali Berisha Tiranës edhe gjithë zonave që i administroi ai. Keni qartë çfarë ka bërë. Edhe Agron Sheja vetë është i qartë. I tjetri është Alind Qorri. Alind Qorri është i majti më i mirë, më i rëndësishëm që ka Shqipëria. Ka nxjerrë edhe ky deputet, por nuk ka dalë vetë, dhe më vjen keq. Sipas meje do të ishte shumë mirë që Alind Qorri të kishte edhe vetë aty, të fliste. Të kishim një të majt reale. E kanë pyetur, a janë vjedhur zgjedhjet në një televizion. Edhe dirëncimin i thonë të PD-s dhe Sali Berishës, se Edi Rama ka marrë 53, i ka marrë duke vjedhur e duke bërë. Dhe shpresot se ka njerëz në Shqipëri që vazhdojnë të votojnë PS-n dhe Edi Rama, sepse Berishën e shohin si të keqen më të madhe. Kjo është arsyeja numër 1. Tani po bëjnë video denoncuese brapsit. Qeveria e leje ndërtime, rritet çmimi me të jo vetëm Tiranë, por kudo. Lëvizja e madhe nuk është lëvizja bashkë, nuk është parti elektorale. Për mua lista parë dhe mas zgjedhjeve nuk ka rëndësi. Shprehet. Dhe njëkohësisht i bën akuzën e përbashkët. Nuk ka opozitarizëm, thot ai, sepse sigurisht nuk mund të ketë opozitarizëm edhe me Sali Berishën. Është i pabesueshëm, nuk mundet të fitojë një opozitë që drejtohet nga Sali Berishë. Sa për atë, thot njerëzit, votojnë Edi Rama. Janë më të sigurt dhe njëkohësisht e din, këto të këqija ka dhe do të vazhdojmë ato të këqija, por sigurisht kjo është fjala më e drejtë që mund të përdorësh, e keqja më e madhe. Të bie Sali Berishën, shohin dy persona, nuk ka nevojë me pa parti.
Po shohin Sali Berishën, shohin edhe Edi Ramën. Minimumi që mund ta dallosh është se njëri ka vrarë, tjetri nuk ka vrarë. Edhe është i qartë. Ma normalisht është i qartë për gjithëkënd. Dhe në këtë pikë, as kërkush nuk mund bëj më dallime jo të paqartë. Domethënë të paqarta kur është e qartë si drit dielli gjithçka. Në këtë drejtim është e kotë, domethënë është e kotë që të dyshosh më nëse mund të futesh në garë elektorale me Sali Berishën.